Do të flasim tani edhe për ngërçin politik në Kosovë që vijon ende. Deputetët nuk po dalin të konstituojnë kuvendin dhe ngërçi është emri i kryetarit parlamentit zonjës Axhiu. Më gjërësisht ne do diskutojmë me zotin Lulzim Veliu, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Veliu, përshëndetje, mirë se erdhët. Zoti Veliu, më dëgjoni? Po tani shumë mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët, zoti Veliu. Kosova në seancën e fundit sërish dështoi të konstituojë kuvendin e saj. Deputetët, me sa duket, e kanë pamundur të arrijnë një marrëveshje dhe si qeveria, ashtu edhe partitë opozitare nuk po të riqen nga qëndrimet e tyre për sa i përket emrit të kryeparlamentares. Pse po ndodh kjo, zoti Veliu? Është seanca e 9 që palët dështojnë. Po pra, edhe seanca e 9 e Parlamentit të Kosovës dështoi pra ditën e djeshme, ditën e 1 majit, ditën e punëtorëve, dhe ky është një mesazh shumë i keq që përcjell Kosova dhe institucionet e Kosovës kundrejt fillimisht kundrejt elektoratit të tyre, pastaj edhe kundrejt faktorit ndërkombëtar që është pëse i interesuar për të parë që Kosova do të ketë qeverinë e saj në mënyrë që punët e mbetura në gjysmë të vazhdojnë ato ku kanë mbetur. Mirë po me sa duket, në Kosovë tani e çdo ditë më shumë po dëshmohet se kemi parti politike dhe kemi politikanë shumë të papërgjegjshëm kundrejt elektoratit, por edhe kundrejt Republikës së tyre. Dhe unë mendoj se është momenti i fundit kur të gjitha forcat politike në Kosovë, pa dallim si pozitë ashtu edhe opozitë, të marrin një vendim të përbashkët në qoftë se asnjëra as pala tjetër nuk arrin të krijojë numrin për të krijuar institucionet, duhet të marrin vendimin një orë e më parë për të shkuar drejt të zgjedhjeve të parakoshme. Zgjedhjet e parakoshme apo të emergjencës janë gjëja më e keqe që mund të ndodhë tani Kosovës, pasi që kemi vetëm 2 muaj që kemi kaluar nga zgjedhjet dhe nuk është arritur të krijojmë institucione, por megjithatë është prapë më mirë një gjë të ndodhet kemi lëvizje para sesa të mbetemi në një ngërç çfarë është tani duke u demonstruar tash e sa ku, duke parë aktrimin e forca politike, por edhe liderëve të tyre, aktrime të cilat bëhen vetëm për elektorat dhe nuk e kanë synim zgjidhjen e problemit. Pra ata janë duke kërkuar nuk janë duke kërkuar zgjedhje, por janë duke kërkuar vota me veprimet e tyre, çfarë tani po bëjnë. Dhe është skenari më i mundshëm, zoti Veliu, pikërisht zhvillimi i këtyre zgjedhjeve të parakoshme, pavarësisht se mund të jetë ajo që nuk duhet në këtë periudhë, por sikurse e thatë ju, më mirë zgjedhjet parakoshme se sa ngërç pafund. Po duke pasur parasysh se në ligjet e Kuvendit të Kosovës, por edhe në Kushtetutën e Kosovës shihet se ka zvrasësira juridike të cilat ju mundësojnë subjekte politika të vazhditin dhe të mos arrijnë deri te zgjedhja. Do të ishte shumë gjë e mirë që për shembull brenda 3 seanca duhet patjetër të konstituohet kuvendin, e të kundërtën do të kalohet mandati ose do të mirë, po janë këto zbrastira të cilat janë në ligjet e Kosovës dhe për këtë janë duke i shfrytzuar në maksimum në njërën anë për përfituar në elektorat, ndërsa në anën tjetër me sa duket janë duke peshkuar në deputet e forca tjera politike në mënyrë që të arrijë numrin 61 e pastaj për të krijuar një qeveri e cila nuk do të jetë e gatshme të bëj asnjë vendim të rëndësishëm, pasi ne e dimë që pas një viti kemi zgjedhjen e presidentit dhe zgjedhja e presidentit kërkon 80 mandate, pastaj kemi negociatat e dialogun me Serbinë që kanë ngecur në rrugë dhe një gjë të tillë Bashkimi Evropian është mëse interesuar tani më shumë se çdo herë për të hequr para, ndërsa ne jemi në avazën e vjetur, ne kemi luksin në një krizë çfarë të madhe ekonomike çfarë është Kosova, por edhe gjithë rajoni që të veprojmë në mënyra të tilla
dhe të ushqejmë apetitet e individëve brenda partive politike. Po humbë shumë Kosova, zoti Veliu, mjafton përmend një fakt, plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor për Kosovën janë agorduar rreth 886 milion euro dhe deri tani nëse situata politike do të ishte normale, do të ishin lëvruar, do të ishin dhënë për Kosovën 7% e këtij totali që shkon në rreth 67 milion euro. Pra, në aspektin financiar, në aspektin fiskal, por edhe atë të besimit, po humbë shumë Kosova gjatë tyre muajve të ngërçit? Po patjetër se Kosova është duke humbur jo vetëm me ngërçin politik, por edhe me sanksionet që tani është në janë edhe sanksionet. Pra, Republika e Kosovës kemi 2 vite që është në sanksionet nga Bashkimi Evropian, e pastaj i shtohet edhe kjo pjesë e lëvrimit të mjeteve të akorduara nga Bashkimi Evropian për që janë për zgjerim, pra që me sa unë kam informacion, vetëm Shqipëria dhe Mali Zi janë 2 vendet të cilat më tani kanë marrë pjesën e parë të këtyre mjetëve, ndërsa Kosova fillimisht ishte përjashtuar së bashku me Serbinë, mirë po ja që tani me veprimet tona, me neglizhencën tonë, me mos punën tonë, me mos përgjegjësinë tonë ndaj Republikës tonë, po i humbim edhe ato mjetet që vinë nga Bashkimi Evropian dhe zoti din se a do t'i përfitojmë ndonjëherë apo do t'jenë tërësisht të humbura. Qytetarët, zoti Veliu, edhe bizneset, edhe nga ajo që shohim në përditshmëri, janë frustruar nga kjo situatë, janë të mërzitur, mbase edhe të nervozuar nga kjo situatë politike? Po çdo qytetar normal dhe i ndershëm është i shqetësuar me situatën çfarë është Kosova tani. E sidomos ata që janë të prekur direkt, sidomos po flasim në këtë rast për bizneset, normale është që duhet të jenë të frustruar, mirë, po është një frustrim që ende nuk ka dalur në sipërfaqe dhe nuk po duket. Do të ishte shumë mirë një reagim i qytetarëve kundrejt të gjitha forca politike, kundrejt të gjithë atyre që kanë marrur votën e elektoratit shqiptar. Unë do të kisha preferuar tani një revolucion portokalli siç ndodhi në Ukrainë, në mënyrë që njëherë e mirë t'ju bëhet me dije politikanëve se Kosova nuk është e tyre. Ata duhet të jenë në shërbim të qytetarëve dhe të Republikës e jo vetëm të shohin përfitimet dhe interesat e tyre të ngushta. Ka një fije shpresë, zot Veliu, që mund të ketë marrëveshje në kuvend apo sërish palët pavarësisht takimeve që janë zhvilluar mes kryetarëve të partive, vjojnë të mos lëvizin nga pozicionet e tyre? Po jo, lëvizje nuk do të ketë, edhe nuk ka lëvizje, pasi edhe takimet e bëra nuk janë bërë për të bërë zgjedhje. Takimet janë bërë vetëm për të dalur para elektoratit se ja që ne po i ftojmë opozitët, po i ftojmë partitë opozitare për të arritur një marrëveshje, e në anën tjetër shkon kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe takon kryeministrin Kurti dhe i thotë se ne nuk e pranojmë zonjën e Bulena Haxhiu, ndërsa ata kanë këmbulur se emër tjetër për krye të kuvendit nuk ka përveç zonjës Haxhiu. Në këtë rast po na del se zonja Haxhiu është më rëndësishme se Republika e Kosovës, gjë që nuk është dhe nuk mund të jetë asnjëherë, asnjë njeri, kur do të qoftë ai, nuk mund të jetë më i rëndësishëm se Republika. Mirë po ja që është momenti me të cilin ata po luajnë dhe po mund të luajnë në këtë moment, derisa përfitojnë në kohën në mënyrë që se edhe në qoftë se do votohet kryetari i parlamentit, kush do të qoftë emri i tij, krijimi i qeverisë prapë kërkon 61 vota, të cilat nuk i ka as lëvizja vetëvendosje, por nuk i ka as edhe opozita, e cila me sa duket është e përçarë dhe nuk po arrin bashkimin, pasi në mesin e tyre kemi një parti që është thirrur gjithmonë në emër të institucionalizmit, është parti që ka folur gjithmonë për institucionin, për shtetin, ndërsa në këtë rast është duke e dëshmuar të kundërtën, pasi jo vetëm që nuk i shkoi në ftesë kryeministrit aktual, zotit Kurti, për një marrëveshje për bashkëqeverisje, por i kushtson edhe partitë e opozitës vetëm me postin e kryeministrit, e posti i kryeministrit nuk mund të takojë përderisa është forca e tretë politike në vend. Dhe mendoj se njëri nga faktorët kryesor, ndoshta për një ngërsh të tillë,
mund tjetë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Zoti Veliu, pse ndërkombëtarët këtë herë, ndryshe nga herët e tjera, duket si janë disi më të distancuar dhe referohen Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, që nga certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve ka pasur dy reagime nga Bashkimi Evropian, ka qenë thirrje më tepër për bashkëpunim, dialog, ato thirrjet normale që janë dhe nuk ka realisht presion ndaj politikës kosovare që të arrijë marrëveshje. Po, duket sikur edhe ata tani më janë bërë mund. Është hera e parë dhe vetme që në Kosovë janë krijuar institucionet me njëherë pas daljes së zgjedhjeve, pra në zgjedhjet e kaluara në vitin 21. Problematikat e tilla Kosova ka pasur edhe në zgjedhjet e vitit 2014, 2012, 2019 e të tjera me radhë që nga pavarësia e saj dhe kemi pasur ngërçe politike që kanë zgjatur ndoshta edhe 6 muaj. Mirë po, si të që tjetë, situata politike dhe geopolitika nuk ka qenë në një situatë që fare është tani, në të e cila kërkon vendosmëri, kërkon angazhim, kërkon bashkëpunim dhe kërkon që në çdo mënyrë të jemi në krye të detyrës. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për Kosovën, po bëhet fjalë për shumë vende të tjera. Për shembull, Gjermania është lokomotivë e gjithë Evropës, është një nga vendet më të fuqishme. Ata bën 2 javë pas Kosovës zgjedhjen dhe në ditën e martë do të jetë votimi i qeverisë së Kosovës. Edhe pse domthonë i kanë përfunduar të gjitha procedurat me një transparencë të lartë kundrejt votuesve, kundrejt anëtarëve të tyre, pasi që kanë arritur të krijojnë një program qeverisës dhe program i cili i është dërguar bazës për miratim, dhe pa miratimin e tyre nuk ka pasur asë votim të qeverisë. Dhe një votim i qeverisë do bëhet ditën e martë, pra javën që vjen. Ndërsa ne transparencë zero, marrëveshje zero dhe kemi ngelur aty ka përgjegjësi fare. Mos më keq. Zoti Veliu, në marrëdhëniet me fqinjet, në njërën anë është Serbia, që gjithashtu ka problemet e saj, dhe në marrëdhëniet me Shqipërinë edhe për gjatë kohës kur Zoti Kurti ishte zyrtarisht kryeministër, nuk është se ishte në një marrëdhënie shumë e mirë me kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Edi Rama. Për ta nisur fillimisht me Serbinë, pavarësisht problemeve, mendoni se mund përfitoj nga kjo situatë, nga ky ngërç politik i krijuar në Kosovë? Përfitime nga ngërçi mund të ketë më spaku Kosova. Nga ngërçi politik, përfitim mund të kenë të tjerët, por asnjëherë dhe në asnjë mënyrë nuk mund të ketë Kosova. Jo vetëm në aspektin politik dhe geopolitik, por edhe në aspektin ekonomik që dëmtohet vendi shumë. Ndërsa sa i përket marrëdhënie me Serbinë dhe me Shqipërinë, unë mund të them se me Serbinë kishim fillim negociata, arritëm deri te një pajtim për një marrëveshje në parim nga të dyja palët, marrëveshje e cila nuk është nënshkruar dhe nuk ka filluar zbatimi i saj, që unë mendoj se është një gabim i madh i qeverisë sonë që nuk po fillon për të marrë, që nuk ka filluar, se tani më është e pamundur, se tani më nuk kemi qeveri, kemi qeveri në detyrë. Ndërsa sa i përket marrëdhënieve me Shqipërinë është për të ardhur keq dhe nuk është pritur asnjëherë se marrëdhëniet e Kosovës me Shqipërinë në 90-in e lëvizjes vendosje forcë politike e vetmja që forcë politike parlamentare e vetmja që në programin e saj ka bashkimin kombëtar, të shkojnë marrëdhëniet deri në këtë mos fare tani janë, por nuk është për të habitur se marrëdhëniet këqija Kosova apo prishjet e marrëdhënieve të Kosovës apo themi më but ftohjet marrëdhënies së Kosovës kemi edhe me aleatët tanë kryesor me Bashkimin Evropian, por edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe shihet shumë qartë se Zoti Kurti në periudhën e fundit nuk është personi i dëshiruar nga faktori ndërkombëtar. Ndoshta është edhe kjo pjesë që ata deri më tani nuk kanë ndërhyrë për të marrë ndonjë veprim që të shkojmë drejt krijimit të qeverisë. Por sidoqë të jetë, këta duhet të rikthehen elektoratit, duhet të kthehen në vendin e tyre, duhet të marrin detyrat me seriozitet ashtu siç e kanë fituar besimin nga qytetarët dhe të kryejmë detyrat se nuk do vi fuqisit na rregulloj Kosovën. Sigurisht. Ne duhet jemi që të rregullojmë secilin prej vendeve tona. Zoti Veliu, ju falenderoj për të lidhjet drejt për drejt në studion e televizionit Skan.